E marrin dhe ishin edhe i marrin po të gjoj të kërkonin dy ata të dy thonë. Vedi se për ato se që kam të bova kimu. Ty s'ta ka kërkoj për ato. Ty s'ta, ti më ke ba dhe jetë shekë se ti këtu në një vit. Jo se shekë dhe si ta marrin nga shpejt që në shekë në kështu të rëntone dhe sa mund të ty duhet s'ta ka një qështina. Ti veç dhe në qështu në do burë para ka të më. Miq të dashur, midis këtyre kënaqësive që na vinë për ditë, për orë, kënaqësia më e madhe është sepse kemi artistë nga Shqipëria dhe sot të parën nga intervistat dua të bëj ose bashkëbisedimi më sakt me një pedagoge, por me një super aktore që në të gjithë këtë kohë 30 vjeçare që kanë filluar breza ta njohin nëpërmjet skenës, por edhe atyre filmave që ndoshta dhe mund t'i përmendim. Rovena Lule. Përshëndetje. Tashi më thuaj pak, Lule, është mbiemri vajzërisë apo nga... Mbiemri vajzërisë, po, nga babai. Është mbiemri babait tim. Tashi ne nga hana këte shqiptar, do me thënë ma ta në oqeanit, shumë shqiptarë, është edhe mungesa e të kuptuarit në Shqip, por është edhe ajo e të mos pasur mundësin të shofin edhe televizionet, ose ju sot ka pa fund të emisione, për është rastësi që të shtypësh diku dhe të shikosh Rovenën duke folur për jetën e saj, ose për karierën e saj, ose gjithçka që mbartë. Ju tani, kjo Lule, fillove karierën, ky ishte mbiemri që të... Po. Në fakt, unë edhe me mbiemri i tim shoqe dhe mbiemri im tashmë është Kuka, por në gjithë jetën jam ndjerë një Lule, kështu që unë jam Rovena Lule. Edhe pse mbiemri ka ndryshuar patjetër mbas martesës, bashkëshortit, familja, vajza, gjitha, unë gjithë jetën do ndihem një Lule, unë jam vajza e Jorgjit, kështu që sado që mbiemri të ndryshojnë pasaport, unë jam Rovena Lule. Një kohësi shini dhe pedagoge, më thanë. Po, kini vite aty, sa di? Unë kam rreth 15 vjetë pedagoge e brendshme në Akademinë e Arteve, tani Universiteti i Arteve në Tiranë, jap lëndën e mjeshtrisë aktorit, dhe rreth 19 vite në total. Kam punuar 4 vite si pedagoge jashtme, dhe pastaj si pedagoge e brendshme në lëndën e mjeshtrisë aktorit në Universitetin e Arteve në Fakultetin e Artit Skenik. Si shef këta aktorë të rinj, këta artistë që po vinë, sepse ne që jemi të moshës, këna ka ngellur atje dhe jemi në qike... Unë i dua shumë studentët e mi. Edhe për gjatë gjithë kohës që punoj me ta, ata janë pjesë shumë e rëndësishme e imja dhe madje shpenzoj më shumë kohë me ta se sa me familjen time. Kështu që i shoh të talentuar edhe të mirë. Si kanë qenë filmat që në periuda, do me thënë të 90 se këte, duke qenë se dhe ju jeni një pjesë e këtij lloji rrugëtimi? Ja, nuk më takon mua të gjykoj për filmat. Po, gjykimin, do me thënë si kanë qenë, do me thënë e curia, dhe sa kemi pasur. Sepse sot, për shembull, unë di shumë filma, por që nuk i kemi parë, kemi dëgjuar që kanë marrë pjesë në festival. Ka prodhime më saktë? Unë mendoj që prodhimi nuk ka qenë aq sa duhet. Sigurisht që para viteve 90 ka qenë një prodhim i jashtëzakonshëm i kinematografisë dhe nuk ka patur mundësi për çështje buxhetesh edhe shumë arsye të tjera të xhirohet aq shumë. Por mendoj që ka patur kinematografi shumë të mirë, avangardë dhe të suksesshme edhe mbas viteve 90. Ka pasur filma që kanë marrë pjesë në këto festivale? Ka patur shumë filma që ka marrë pjesë në festivale shumë të rëndësishme, ndërkombëtare. Për sa i përket prodhimeve ku unë ka marrë pjesë apo në përgjithësi? Në përgjithësi. Po në përgjithësi patjetër që po. Edhe aty ku unë ka marrë pjesë, po. Po unë kam informacion për filmat e profesor Gjergj Xhuvanit, që kanë qenë në festivale shumë të rëndësishme ndërkombëtare. Profesor Gjergj na ka përfaqësuar në Cannes për herë të parë
në shqiptarve, edhe jo vetëm në Cannes, por në të gjithë botën, në festivale dinjitoze, edhe ka ardhur me çmime të rëndësishme në Shqipëri. Pastaj për sa i përket prodhimeve ku unë kam marrë pjesë, ne kemi qenë në festivale shumë të mira. Unë kam qenë në Shangaj, në një nga festivale që nuk do të harroj kurrë, një festival i kategorisë A, me një pritje të jashtëzakonshme, në Kinë ata e quanin ala Oscar i kinezëve, dhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, një gjë që nuk do të harroj kurrë. Cilat janë filmat më të fundit që ke pasur? Filmi i fundit që unë kam patur është me metrazh të gjatë, është filmi ku marrim pjesë këtu në festivalin në Boston, këtu vallëzohet me hijet. Pastaj kam xhiruar edhe 2 filma të shkurtër nga 2 regjizorë të rinj, njëri prej cilëve është këtu, edhe ai pjesëmarrës nga Ornella Karaj, filmi i huaj, me sa më kujtohet, dhe një film tjetër, një regjizori të ri. Këto kanë qenë 3 prodhimet e fundit, le të themi. Teatri si ka qenë, si ka ecur? Besoj se me teatrin jenë më mirë, ecën, e? Sigurisht që teatri është më i thjeshtë për tu prodhuar, për sa i përket buxheteve, jo se është më i thjeshtë nga ana artistike. Po kinemaja është një industri e madhe dhe do një angazhim shumë më të madh se sa teatri. Teatri mund të bëhet edhe me pak buxhet, me pak aktor, me një skenografi minimaliste, me kostume të kursyera, dhe mund të bësh një shfaqje. Në film nuk ndodh kështu. Një festival dhe pikërisht në ambientet e kishës ku e krijoi Fanoli. Noli Film Festival. Kur u informove që filloi një festival i tillë? Unë kam patur informacion për festivalin që vjet, domethënë që në edicionin e parë, përmjet rrjeteve sociale edhe prej bujarit, e pas që festivali zhvilloi, pastaj bujari më kontaktoi dhe tha filmi është përzgjedhur për në edicionin e dytë të festivalit dhe do doja shumë që të vije. Nuk pata mundësi në fillim, tash jo nuk mundem sepse kam qenë angazhuar me punë, pastaj mundësia u krijua dhe sot jam këtu. Unë mësova që nuk ishte hera e pare ardhjes këtu në Amerikë, apo? Mbas shumë vitesh te. Kështu? Kjo ardhja e dytë të njësi, edhe në minutat e fundit, në orën e fundit, e vendosur atë... E bukur është, pak e lodhshme, po e bukur. E keni shumë të shpejt 4 ditë? Po, është pak shkurt. 4 ditë? Po, është pak shkurt, po është okej. Po e shijojmë, po përpiqemi të shijojmë. Kur more vesh që dhe drejtor ishte Bujar Alimani që ju keni pasur një bashkëpunim. Si e pritri? Po unë gëzohem sa herë që takojmë Bujarin, sepse ne kemi patur një eksperiencë shumë të bukur, shumë të mirë. Na ka funksionuar marrëdhënia si regjizor, aktore dhe pastaj pas asaj jemi bërë miq, kështu që takohemi aq herë sa kemi mundësi, se Bujari jeton larg. Dhe është shumë e bukur që jam këtu edhe jemi bashkë. Si shef tash në këto ambiente që po zhvillohet festivali në këtë kishë? Po është emocionuese shumë. Aq më tepër për historinë e kishës edhe të Fanolit edhe të gjithë shqiptarëve, se si ka ardhur deri këtu dhe se si sot është këtu. Më fol pak që kur erdhe edhe ajo vizita që bëmë atje ke pleqtë, në ajo vatra, në ajo qendra e si e për. Po ajo ishte shumë emocionuese. Ajo ishte shumë emocionuese. Me atë lodhje që kishit? Jo vetëm për Lizën më shumë ishte jashtëzakonshme, pritja ishte amazing. Edhe kur i shifja portretet e tyre dhe syt e tyre dhe gjithat emocion që shpreknin, gjithat dashuri, gjithat mikpritje, shumë e bukur. Edhe pse ishim tepër të lodhura, ishte jashtëzakonshme. Do kemi mundësi që të na vish ndoshta. Boston prapë? Po jo vetëm në Boston, s'është fjala se shqiptarët i kemi kudo, po çështja është ndoshta me festivalet e tjera, se ti nuk do ngelesh këtu në këto filma që ke luajtur. Ndoshta mund të marrësh pjesë sërish në festival, por
do deshim ndoshta me një ndonjë dramë, komedi, ndonjë diçka e këtij. Me shfaqje. Janë gjëra të reja këtu. E di. Nuk kanë ekzistuar. Kemi filluar. Pak e vështirë të dhe sjellësh ardhje buja. teatr. Që të vish të punosh një shfaqje në Boston apo New York apo S'është puna ta punosh, po të vish. Të vi me një shfaqje të përgatitur plot. që janë dhe. Ndoshta mund të mos jetë Pse jo? nese. Nuk po të marr kohë, sepse për pak do filloj filmi dhe ty të duhet ju të prezantohesh përpara publikut atje, kështu që kjo është ngelet për ta diskutuar dhe që është e pa diskutueshme që realizohet. Që do vim. Sepse ju ande e shifni kështu, po ne këtë nuk e shohim ashtu. Okej. Të shpresoj, unë të falenderoj nëpërmjet atyre njerëzve që nuk mundin do të vinë këtu sot, sepse këtu funksionon krejt ndryshe jeta, është ajo puna, është ajo rryma që këtu nuk rresh, ka një curi jashtëzakonisht të shpejtë. Ashtu është bërë edhe Tirana, mos u shqetëso. A thua? Po, ka një ritëm tjetër edhe njerëzit ndoshta ndonjëherë nuk kanë mundësi të vinë edhe të ndjekin aktivitetet, për këtë arsye sepse ritmi i jetës është bërë shumë i shpejtë. Edhe punojnë gjatë, me orare të zgjatura. Shumë faleminderit. Faleminderit ty. Miq, për pak, bas këtij filmi, do të kemi dike. Më mirë ta zbulojmë së bashku.